Nëse mandatet tuaja, Agron, me filloj me ty dhe me Panon, do të ishin përcaktuese për formimin e qeverisë, a do të pranonin koalicion zgjedhor me Edi Ramën? Dhe... Shikoj Ulli, atër, me Edi një Ramën... përgjigje e shkurtër? Me Edi Ramën... Tani pyetja është gabim. Se Edi Ramën... Pyetja është gabim, se s'mund të bësh koalicion... E ke ndëtuar dhe pyetja nga gabim. A do bësh koalicion... Shojmë tani të vishti këtu. Po ti braktise gazetarinë dhe ike vla. Të thuash do bësh koalicion... Po ma the ti këtë gje... A do bësh koalicion me Humpsin? Ma ka thënë njeriu mi gabuar sepse ti ke... A do bësh koalicion me Humpsin? Tani si, me Humpsin, po. Po da përgjigje. Po fitoj pasaj, do vish tu dhe unë? Unë zvi këtu. Jo më vjen, po. Po vi gjithmonë. Do thuash në fal. Ja, se jam... Kur? Me Sali Berishën? Tani. Jo, dakor, e lam. Me Sali Berishën. Të përgjigjem, atër. E kam thënë që ditën e parë. Ne kemi kryuar një forcë politike që ka një qëllim afat mesëm dhe afat gjatë. Pra, nuk do marrë pjesë qeverisje para. Zgjedhjet e ardhshme. Ne kemi një vizion. Ne duam, dallojmë nga gjithë të tjerët, jemi e vetmja forcë politike që është koherent me qëndrimet e djathta, liberale, ne jemi për një shtet të vogël, për një administrat të vogël, për taksa më të ulta, dhe sidomos jemi për të... duam të mbështesim drejtësinë. Me falë, po ta shpjegoj, pse po ta them këtë gjë, pse po ta them? Këto janë qëndrimet tona. Tani unë ju lutem, me burin majtas, me burin djathtas. O Ylli, dëgjoj. Ben në koalicion. Ylli, shiko. Ore, Shqipëria nuk është buri majtas dhe buri djathtas. More, po rand... Po ndodhi kështu, po ndodhi. Fitoj buri majtas, fitoj buri djathtas. Ne kemi një plan. Plani ynë... Me asnjerin. Ne vërthe me Ramën, me Berishën. Ylli, ne kemi një plan, kemi një vizion. Ne nuk na intereson Shqipëria, ne kemi 30 vjetë që të shikojmë buri majtas, buri djathtas. Ose e me Berishën, ose e kundër Berishës. Ose e me Ramën, një sekundë. Ose e kundër Ramës. Ne kemi... I kyti do fitoni 84. Ne kemi një vizion të qartë. Ne kemi një plan... Mos ta banalizojmë tani, o Ylli, mos ta banalizojmë tani. Unë kam 12 kandidatë. Mos ta banalizojmë tani, buri majtas, muri djathtas. Po është, o Ylli, po nuk është Shqipëria vetëm kjo, më vlla. Ç'kjo po? Jeni dhe ju, po më dakord. Nuk bën në koalicion me asnjërin. Never me Edi Ramën, the kur me Edi Ramën, po ti mund thuash me Berishën nuk the gjë. Ylli, tash që kemi, ne kemi një plan, kemi një vizion. Atëre me Berishën dhe kemi një plan. Nëse Berisha, të lutem, nëse Berisha thot që drejtësia nuk preket, do përgjysmojmë administratën dhe nuk do ta frym. Do japim Shqipërisë një qeveri të pa korruptuar, pa njerëz që kanë qenë përgjigje për Berishën. Kur thot me Edi Ramën, po për Berishën nuk jep. Pano? Edhe kur si e përgjigje, je përgjigje. Ti. Ti do me thënë. As me Berishën, as me Ramën, nëse do mbetet për ne, vendi shkon zgjedhje parakoshme. Do me thënë ju e kaloni Shqipërinë dhe zakonisht. Ju, në qoftë se fiton Rama, kaloni këte prap, si që keni kaluar gjithmonë apo? Vetëm Partisë së Lirisë nuk mund i bëhet kjo pyetje. Vetëm Partisë së Lirisë nuk i bëhet kjo pyetje. Po kjo është e vetmja parti që ka kaluar njërë këte mo? Nuk i bëhet kjo pyetje. Se nuk e dinu. Se nuk e din as vetë se ku do kalojnë. Se kemi qenë në balë të... Po të lutën tani, të bëjmë serios. Po serios jemi tani? Më serios është keni qenë ju njërë këte, në ka patë njëri këtu. Shkomizojmë debatin. Në qoftë se ka forcë politike, që ka qenë në balë të luftës për shmontimin e këtij regjimi, ka qenë Partia e Lirisë. Pasojat e cilit besoj ju i dini... Edhe ju nuk kaloni këtu. As nuk... Prandaj thash, pyetja është gabim. Pyetja vetëm për Partinë e Lirisë nuk mund të bëhet, a do bësh koalicion me... Po mi mo, ty thashu nuk ta bëjnë fillim. Pastaj befa së kujtova, që ju njërë këte, njëra ndë njërë këte, edhe ta bëra dhe ty. Se këtyre do t'ja bënja këtë pyetje mu, dhe ky do t'ja këtu kishte përgjigje. Ky kishte përgjigje, jo tha. E di pse nuk ka. Sepse në 2005-ën Ilir Meta doli në opozit. Dakor, tani dashin ju... Kështu e filloi karrierë. Me lëvizjen socialiste... Okej. Me lëvizjen socialiste për tregim e nisi në opozit. Dashi shenjë tashun tani. Dash sulën, e morët e futët në Elbasan dhe ojtë prapë. Pse ja bët këtë gjithë të zëgjë? Po të thashë një se popullata nuk e mori. Popullata më shkroj që nuk e kuptoj mirë. Që se pash mirë? Popullata... Reagoj opinioni publik. Qartë. Utrojqën, që do bërin? Tani, si parti,
Për Spakun, çfarë qëndrime shkeni të treja si parti? Ti nuk do më thua si koalicion, si parti. Si parti, Edhe si koalicion nuk besoj se ndryshon shumë qëndrimi, një qëndrim ka partinë kemi qenë qartë se kemi bërë dhe protesta para një institucioni kapur nga Edi Rama. Duhet të jesh naiv të besosh që ka një strukturë të pavarur. Do me thënë jeni Për sa kohë, t'jap dhe argumentat shkurtimisht. Për sa kohë që reforma në drejtësi, Për argumenta si mos të ketë Renata se ju keni shumë. Shkurtimisht. Ju keni shumë argumenta me sa dy. Shkurtimisht. Reforma në drejtësi me 140 vota u rrut në reformën me 69 vota. Besoj e mbani më të mënyrën e zgjedhjes së Arta Markut, prokurores. Zgjedhja e cila prodhoi atë Këshill të Lartë Prokurorie, KLP që prodhoi këtë SPAK që kemi sot, apo një reformë që ka Mos prodhuar. justifiko tani, ne jemi të qartë, nuk e do Spakun. Panua dhe me dy fjalë sepse e dim më Po jo se nuk e duam, më lërë ta mbaroj pse, sepse kreu i Ramaformës, pra i gjithë arkitekti, i kapjes së reformës është Edi Po mos ta Rama. mirë minuta se Dhe në qofë se, më falë, Edi Rama. kam vetëm edhe një pyetje tani si ish gazetar. Në qofë se do kishim një institucion, Mos kompleksoti ti do kthehesh prapë nga zëtërirë. as ka po tani nuk jam nga ta që i le beteja të mes. Cilat beteja? Nuk le asim betejë në mes, me shkoj deri në fund. Por Po beteja vritesh kalon në vend tjetër. i kemi marrë parasysh gjitha. Mirë, dakor. Kemi marrë Po parasysh. vritesh nuk vritesh biologjikisht, mo, e. Tani Në politikë vrasja nuk është biologjike. Më Është fal. vrasje tjetër. po, Vritesh aty veten në vend tjetër. ti dhe unë- Edhe agroni, po të vritesh ikën Dakor. në punë të tjera. Po kjo që thua, Edhe Panua. Kjo që thua ti, Vjen këtu, nuk i them unë. jemi të dy nga kolonja. Atë pjesën mbrapa, i them vetëm gazetar. Ylli, se jemi të dy kolonjar, nuk na shkon këtë pjesë. Edhe ti je i ndërgjeshëm për të. Po dakor, mo. Tani, në Po, e qoftë zgjatë se- shumë më është fal, kot. nuk e zgjat shumë, jo. Kam vetëm dy argumenta. Se dhe popullata fillon të flerë tani pas shkak. Shkurt e di, edhe unë prandaj po jap shkurt fare. Në qoftë se sot do kishim një institucion të pavarur si SPAK, Erion Velia do kishte akuzë për insenatorën që nuk ekziston, mjafton vetëm firma Ylli që i japi udhën kësaj afere. Në shkeljet e ligjit për pushtetin vendor dhe në tekalim të kompetencave të tij si kryetar bashkie ka futur gjithë qarkun e ka futur në borxh. E gjithë qytetarët e Tiranës për 30 vite. Në qoftë se do kishim një institucion të pavarur totalisht, sot ndaj Edi Ramës do kishte akuzë zyrtare për çështjen me Gonigal, për cilën po bën burka i tjetri për te Atlantikut, për gruan e Bilalit, më Tani fal këtu ti mund të flasë tani grua Bilaj, grua Leshit, s'ka lidhje tani. Po ka Pano, dy fjalë, agron dy fjalë për Spakun. ti nuk do ta dëgjosh, ti do Po e dëgjua mo e kundër Tani do Spakut dëgjoj- se e ka Edi Rama. tani do dëgjojmë çfarë mendon. Janë me Spakun, o zot. E dim, do thonë dy fjalë njëri, dy fjalë tjetri. Po reformës në drejtësi, Ja. e mbështesim Jemi në rregull. dhe A jemi në rregull? qohen para drejtësisë A të je gjithë ata qartë? që kanë vjedhur Na i qartë. të gjithë pa përjashtim fekrajnë e ide.